Tim që financohet nga Banka KFV me një vlerë për zgjerimin e stacionit 5 milion euro. Kemi të bëjmë me zgjerimin e anës 400 kV dhe dalin 110 kV, vendosjen e një transformatori të ri 150 MV, e cila do të rrisi sigurinë e furnizimit për gjithë rajonin. Ky është shoqëruar me një investim që ka gjithë pjesën e linjës së qarkut të jugut, unazën e jugut, një investim rreth 32 milion euro dhe po ky financuar nga KFV-ja. Ky është një më të rëndësishme të sistemit energjetik shqiptar, pasi 3 kemi të tillë, kemi Zemlakun, Elbasanin dhe Tirana 2, 400 kV, çfarë fuqizon më tepër rritet cilësinë e furnizimit. Me këtë ndërhyrje ne fuqizojmë gjithë unazën e jugut faktikisht. Qëllimi është që ne të bëjmë volumin më të madh të investimeve që është bërë ndonjëherë gjatë gjithë këtyre 20 viteve të përmbledhur në këto 3 vjet, në mënyrë që të kemi një fuqizim real të rrjetit dhe mund pastaj të shmangim gjithë ato ndërprerje dhe gjithë ato situata tërësisht të pa tolerueshme për qytetarët, po sidomos edhe në pjesën e jugut për gjithë zonën turistike ku, siç e thatë ju, që nga koha e elektrifikimit e Enver Hoxhës është bërë më asnjë ndërhyrje. Biles po them që është zona elektrifikuar më keq në Shqipëri. Është pjesa e Bregdetit të Jonit.